Liria ka emër, pra kjo është tema për të cilën sot do të flasim me Eliza Hoxhën, një aktivitet tjetër, një protestë natyrisht që do të ndodhë me 17 shkurt. Dhe ndoshta është protestuar edhe disa herë të tjera, por ka nevojë të flasim, të kontribojmë në mënyrë që të bëhet ajo për çlirimtarët tanë. Eliza, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se vgjej. Faleminderit shumë. Liria ka emër, këtë herë është organizimi nga ana e kësaj organizate. Çfarë ndodhi konkretisht? Po në fakt ne e kemi nisë që moti, besoj jemi taku dhe irat e kaluara, po. Edhe kemi pas dy qëllime. Qëllimi i parë ka qenë dokumentimi i një farë historisë kolektive, të cilën e gjejmë në copza, herë në shtëpi, të familjarëve, herë në disa organizata, pak në për institucione, por jo të kompletuar si mozaik. Edhe e dyta, normalisht, ajo se qëfar po niste në Hagë, normalisht në ka intrigu për me kuptu sakt se qëfar po ndodhë. Edhe fillimet kanë qenë tjera, kanë qenë më shumë me dokumentim, pastaj një kohë kemi pauzu, sepse në është kërku. Kanë kërku edhe gjykatësit në Hagë që të dim se kush jemi dhe pse jemi organizuar, ndërkohë që para nisjes së procesit zyrtarisht, në 2023 ne bëm marshin e parë, organizimin e parë masiv, për cilin ftesa kryesore ka qenë marshojmë për drejtësi. Më thonë, kërkesa jonë ka qenë që të ketë drejtësi në proces, jetë proces fair, jo i njanshëm, duke i pa dinamikat se çfarë po ndodh, me idenë që ka nisur për krejt diçka tjetër, dhe u shëndru në krejt diçka tjetër. Dhe prandaj edhe sot, me tonë drejtën, jam shumë e shqetësume për ta kuptu në thelb krejt spektrin e asaj se si është nisur si filez, si ide, si ka ndodhur, për çfarë ka ndodhur, këto 5 vite më shumë që njerëzit janë mbajtur atje pa një epilog, sepse ti mund ta mbash dikë të mbyllur nëse ke një verdikt final, por jo u bë shumë, u bë gjatë në proces të gjykimit edhe të hulumtimit ose mbledhjes së argumentave ose evidencave e çka të diun. Prandaj këtë herë, me që është pothuajse faza finale e procesit, ne dëshirojmë që të bëhemi bashkë me të gjithë qytetarët e Kosovës dhe jo vetëm, që edhe një herë të ritheksojmë që kërkojmë drejtësi dhe kërkojmë epilog të drejtë, fair, të pandikuar politikisht, ashtu si e kemi parë në plot seanca. A mendoni që do të çoj pesh edhe ky organizim, duke ditë që pati organizimet e tjera ishin 4 nga OVL e UÇK-s, protesta në vendet më kryesore, nëse mund të themi, ndërsa kjo protestë e radhës vjen nga Liria ka emër dhe atë pikërisht në përvjetorin e pavarësisë së Kosovës. Shikoni, protestat nuk kanë ndikim direkt në vendimarrje, por krijojnë momentum dhe krijojnë hapësirë për reflektim, por edhe krijojnë mundësi për dialogim, por edhe për ta kuptu atë se çfarë populli ndjen, për një çështje të caktuar. Edhe ato se çfarë kanë bërë organizatat e veteranëve të luftës, por edhe ato se çfarë e bëm ne para 3 vitesh tashmë, edhe çfarë synojmë në 17 shkurt, është që kërkesa tona ti reprezentojmë përmes një aktiviteti masiv, i cili një zëri kërkon që ata njerëz të mirë të Kosovës të trajtohen dinjitetshëm dhe të ketë verdikt fair dhe të kthehen në vendin e tyre. Pse në ditën e pavarësisë, sepse besoj e dini aty të gjithë njerëzit që janë atje, faktikisht janë të lidhur jo vetëm me lirinë e Kosovës, por janë të lidhur edhe me zhvillimet në Kosovë pas çlirimit, e sidomos zotri Thaçi që është personi që edhe ka lexuar dhe shpallur pavarësinë e Kosovës, po ashtu zotri Krasniqi, zotri Veseli, të cilët kanë qenë edhe udhëheqës të organit më të lartë të shtetit që është Parlamenti i Kosovës, zotri Selimi e të tjerët. Prandaj, data është simbolike, por jo vetëm, sepse për ne është datë historike dhe kjo datë historike i mbërthen këta njerëz, ndoshta
në kuptimin e obligimeve dhe detyrimeve edhe asaj se çfarë kanë dhënë për Kosovën shumë më shumë se sa neve që e kemi përjetuar nga jashtë dhe që sot e gëzojmë edhe lirinë edhe pavarësinë e Kosovës. Dëshmi pati shumë, do të thotë ky proces veç është stërzgjat, po nëse i referohemi dëshmive të fundit të cilat kanë qenë goxha pro krerëve të UÇK-s. Si i keni parë dhe sa mendoni që efekti i tyre do të jetë drejt lirimit të qëndrimtarëve tanë? Po ne kemi pa një proces i cili ka qenë si duket kështu si ta them si në dy faza, domethënë para pala akuzuese kushtimisht ta them ata që kanë deponuar shkresa ose evidenca të caktuara që ne nuk i dim, sepse të gjitha kanë qenë të, si ta them, të mbështjellura, më thonë në kuptimin e anonimitetit, përveç disa dëshmitarve, që i kemi parë edhe direkt në seancat në aspektin viziv në televizione edhe në media sociale, dhe ka qenë faza e trupit mbrojtës. Dhe aty shohim në fakt dy rrëfime, shohim dy vija paralele, dhe me thonë drejtën për mua është e vështirë, sepse në fakt nëse qëllimi ka qenë që çfarëdo që ka ndodhur në luftë, sepse ne i dim që konventa e Gjenevës thjesht kornizon, ta them kushtimisht edhe në rrethonat më të paqëndrueshme çfarë janë luftrat, veprimet tona. Ka një vit të hollë ku nuk guxon të preket në idenë shkeljes së të drejtave elementare njerëzore, pavarësisht nëse është pala e kundërt apo jo. Por ne nuk guxojmë asnjëherë me haru, sepse ne nuk kemi shkuar në Serbi me luftu. Ne kemi qenë në Kosovë, kemi qenë në mbrojtje të vendit, kemi qenë në pragun e shtëpisë tonë, kemi qenë duke i mbrojtur njerëz tonë, edhe nuk e kemi nisur, nuk kemi qenë ne as nismëtar të një çështje të tillë edhe të një rrugtimi të tillë, por thjesht nga detyrimi i rrethonave të krijuara nga pala tjetër, që në këtë rast është politika Miloševićit dhe Serbia, ne faktikisht kemi bërë një hap për të mbrojtur. A duket që ka pas pak dëshmi dhe pak materiale nëse bëjmë krahasimin me palën e kundërt, me shtetin serb, të cilët e shtrëmbruan në një farë mënyrë historinë dhe i bindën të tjerët që ata kanë të drejtë. A është dash ne si vend, si institucione, si shtet që të dëshmojmë më shumë se nuk ka pas krime lufte dhe që e mbrojtëm me të vërtet pragun e shpisë? Unë nuk e kam përcjellë në 100%, ka qenë e pamundur për mua ta përcjellë në 100% këtë proces, por që nuk kisha dashur që ato të mbeten në kuptimin sasior, se kush ka deponuar më shumë e kush më pak, sa në kuptimin e vërtetësisë dhe përmbajtjes që ato kanë. Thjesht trupi mbrojtës i krerëve të UÇK-s atje, përtej mbledhjes së evidencave, e ka pasur edhe këtu një grup i cili ka punuar normalisht çdo ditë, në çdo kohë për të ofruar mundësi, hapësirë, për çfarëdo qoftë që atyre u është dashur t'u dërgojmë atje, për ato që kanë kërkuar, në kuptimin e dokumenteve ose ku ta diun. Dhe normalisht puna tjetër që është bërë ka qenë puna e obligimeve shtetërore në kuptimin e suportimit financiar, sepse në kësaj lloj procesesh është një nuancë dhe një vijë shumë e hollë që ndonjëherë ndoshta ana sasiore mund anën përmbajtësore. Dhe kjo ka qenë proces në cilin ne kemi synuar, ta them kushtimisht, trupa mbrojtëse të jetë më e mira që është e mundshme, por që përkraja e shtetit nuk ka qenë mjaftueshëm aty për thëkuar një nevojë të tillë. Pse e them këtë? Jo se shteti nuk ka bërë punën e vet, se nuk ka paguar për trupat mbrojtëse, por që ka vënë me udhëzime administrative tutje tavane mbi të cilat nuk është krijuar mundësia që të bëhen pagesa të caktuara për njerëz të caktuar të cilët kanë qenë të rëndësishëm të jenë pjesë e këtij procesi dhe të jetë një grup më i fortë i cili mund ta shtyjë këtë proces ashtu se si kemi menduar të gjithë. Gjithsesi, në këtë respekt janë themeluar dy fondacione, fondacioni për Zotrin Thaqi dhe Zotrin Veseli, të cilët janë menaxhuar edhe nga familjarët e tyre, edhe normalisht që në këtë rrugtim kanë punuar edhe aktorë të tjerë
më së shumti nga Partia Demokratike e Kosovës për të krijuar mundësi që të gjejnë meq dashamirë që të suportojnë dhe përmes kësaj ane pastaj thjesht ta rikuperojmë pjesën e mbetur zbrazët aty për nevojat e njerëzve atje. Lënana shkët e kam të rëndësishme të theksoj që unë personalisht kam qenë atje në zyrtarisht me grupin me komitetin e drejtave njerëzore në Parlamentin e Kosovës, me akter nga partitë ndryshme politike. E kemi pasur shumë të rëndësishme të kuptojmë se me që atje flitet për shkeljen e të drejtave njerëzore dhe dhunimin e tyre, kushtimisht ta them, ne kemi pasur të rëndësishme të shohim se çfarë ndodh kur këta njerëz bëhen aty peng. Dhe çfarë kuptohet nga kjo? Po ka shumë anomali, ta them të drejtën, Merit. Ka shumë që nga çështjet bazike, që janë ushqimi dhe gjëra të tjera, të komunikimit që në shumë raste u është cënuar edhe me anëtarët e familjes, e deri tek pikpyetjet që aty brenda ka njerëz të cilëve nuk kemi parë asnjëherë, domethënë në seanca tu përmendet emri ose të ketë ndonjë dëshmitar që flet për personin në fjalë. Prandaj këtu ka shumë diskrepancë midis asaj se si është nisur rrëfimi mbi shtëpinë e verdhë, mbi trafikimin e organeve njerëzore dhe për çka flitet sot, e sidomos për një tjetër rast i cili im vishet tani zotrit Thaçi, gjoja se për pengimin e drejtësisë. Domethënë aty shohim duke u bërë gjygje mbi gjygje, domethënë procese mbi procese, që mendoj që është e pakuptueshme, të them drejtën. Po. Mirë, pranvera domethënë është e pritshme që ne do duam gjithë që të ndodh lirimi i tyre. Por nga ajo çfarë ju e keni përcjell nga afër, si e shihni se do të përfundoj ky proces? Unë nuk dua të gjykoj sepse nuk jam as gjykatësi, as nuk kam qenë në proces që ti di të gjitha nuancat që e thash në fillim, por ne e dim që dëshira jonë edhe besimi ynë është që ata duhet të jenë këtu, ata kanë bërë atë që ka qenë më e vështira për këdo, e që është një hap tutje kur ti mendon për te dëshirës dhe ëndrrës tonë personale, por del dhe bën një hap tutje për lirinë ekzistenciale të njerëzve tu. Edhe unë ashtu i shoh, ashtu i kam pa dhe dikur dhe ashtu kam i pa të njëjtën. Dhe na mbetet me besu në këtë, në dëshirën e gjithë popullit tonë, besoj. Prandaj marshojmë ditë dhe kërkojmë drejtësi jo politikë. Si do të jetë marshi, ta themi edhe këtë, çfarë konkretisht do të bëhet me 17 shkurt? Thjesht do të blidhemi, do të protestojmë dhe do të demonstrojmë pak knatësinë tonë, po edhe do të bëjmë thirrjen tonë për drejtësi, që aty drejtësia ta ketë fjalën e fundit dhe jo çështjet politike, se si i kemi parë të trajtuara dhe të ndikuara ndonjëherë proceset brenda gjykatës. Mirë, protesta jo do të përfundoj një proces siç ka ndodhur shumë të tjera. Do të ketë fols të njerëz të cilët kanë qenë pjesë e rrugtimit të Kosovës për liri, nuk do t'i shpalus tani se nuk duket interesant në ditën e fundit. Pamflete, normalisht. Ka punu dikush, sepse sloganet janë goxha dhe punojmë sloganet, pastaj ka bluzat të ndryshme, edhe me Lvia ka emër, edhe me sloganin drejtësi jo politik. Këtë herë vime me shumë ngjyra, jo vetëm me ngjyrën bardhë dhe zi, po vime me shumë ngjyra edhe me shumë shpresë që ky proces të përfundojë dhe dielli të del përsëri. Urojmë që t'jetë kështu dhe që ky proces i stërgjatur pra ta merr epilogun e vet dhe natyrisht përfundoj me kthimin e çlirimtarëve tanë në vendin e tyre aty ku e kanë vendin.